pa asete jo. Çfarë nuk kuptojnë ndërtuesit tek brokerat e zyrës, ke ndërmjetësit? Ndërtuesit të brokerat nuk kuptojnë dot se si vjen një broker dhe pa njohur kantierin, pa njohur produktin, thotë që e ke çmimin shumë lart, që klienti im do me kaq lekë se ka ofruar një ndërtues tjetër, po me këtë çmim, ndërkohë ndërtuesi shikon projektin e vet si It's Baby, mendon që nuk ka si projekti im, nuk është kurrë projekti Komshiut më i mirë se projekti im. Nuk është bari i tij më jeshile. As pula e tij më është ndorse imja. Po, si mund të vish ti dhe të më thuash që ky e do edhe me çmim më të lirë, pastaj ka dhe më pak lek për kësin aktual, po pastaj duhet të rregullojmë dhe kredin, po duhet të jap dhe kolateralin për bankën. Ky është zakonisht ngërçim mes ndërtuesit. Ajo që nuk kuptojnë brokerat për ndërtuesit është që do të them një variantin tim, pastaj vetëm Shqipëri ndodh që edhe ndërtojnë edhe shesin po vet. Ndërkohë që procesi i ndërtimit dhe i shitjes në të gjithë tregjet e konsoliduara është i ndarë. Absolutisht po, këtë nuk e kuptojnë dot, kanë dhe vështirësi për ta kuptuar, normalisht, sepse nuk është kollaj të shesësh për brokerat një objekt që nuk ekziston. Domethënë në shumë raste, ndërtuesit fillojnë dhe shesin sapo marrin lejen. Pra, shesin me planimetri. Po nëse një ndërtues ka, siç përmenda, një vit e ca 2 vite që merret me projektin, e njeh në detaje, di çfarë do bëj, ose të paktën mendon që e di se çfarë do të bëj. Një broker nuk e kupton dot këtë gjë. Se si ky ndërtues shikon. Kjo është një nga arsyet. Tjetra është që një ndërtues, një broker mendon që për ndërtuesin është më kollaj për të shitur, sesa po ta shesi brokeri. Flas unë nga ana ndërtuesit. Po. Me një ndërtues, unë kam bërë një debat në lidhje me këtë gjë dhe është shumë i iluminuar, nuk është nga këto modelet jo dhe kaq fin. Dhe e pranoj, sepse i thash që ju keni hapur zyra shitje. Dhe zyrat e shitjes marrin rrok. Po. Por ata që nuk din ata është që ata marrin dhe komisione nga ne. Tjetër. Por ndërtuesi asnjëherë nuk e di këtë gjë dhe ndërtuesit i thash që me duart tuaja ju keni prishur hierarkinë e pagesa brenda piramidave të strukturave tuaja, sepse i bie që ai shitjeve merr më shumë lek se drejtori jot në fund vitit. Okej. Është e vërtet? Okej, varet nga kompania. Po mund të jetë e vërtet nëse nuk është e strukturuar mirë, nuk ka raste që është e vërtetë, di dhe unë këtë. Ajo që doja të thoja është që shitja e një apartamenti, e një vile, një zyre, një dyqani, nuk është vetëm transaksioni i parë apo kontrata që shkojmë ke noterja, bim dakord për vlerat, bim dakord për këstet, firmosim dhe ikim. Shitja për ndërtuesin aty fillon. Pra për kompaninë që është zhvilluese aty fillon, se klienti vjen, shikon dhe një herë, ka ndryshime, do merresh me këstet, kur ka kredin, ka ndryshime në afate, ka shumë gjëra të tjera që vijnë pas saj. Kjo është një nga ngërçet që aktualisht është. Pra ndërtuesi e ka pak më afat gjatë marrëdhënien me blerësin. A do vi dita ku ndërtuesit vetëm do ndërtojnë edhe në Shqipëri dhe ndërmjetësit do bëjnë ndërmjetësin në të gjitha projektet e tregut në të ardhmen? Unë që po, sepse kjo do jetë dita që shitja do jetë në mënyrën më të mirë të bëra. E para që ndërtuesi do jetë i fokusuar tek ajo që duhet fokusohet, ku secili do mbaj rolin e vet. Është shumë e rëndësishme që të shkojmë aty, po duhet një kohë për këtë. Duhet një kohë. Ke 4 anë të tavolinës që ta mbyllim. Po. Ku merren vendimet më të rëndësishme? Në ndërtim dhe në bank. Po vlerë ku krijohet më shumë? Në ndërtim dhe në investim. Unë po besoj të shumë të tjerë bien dakord që projektet që financohen kanë jo vetëm kapitalin, por kanë besimin, kanë një stamp të madhe, një vulë të madhe siguria. Ato projekte janë gjithmonë shumë më të relaksuara, shumë më të qetë, kanë tjetër siguri për tregun. Ndaj them që është shumë e rëndësishme pjesa e bankës, jo vetëm për të dhënë kapitalin, por edhe për të dhënë një validim që kjo pronë është e rregullt me pronarët e tokës, çdo gjë është okay, kontratat janë okay, pra historia ka pas gjëra dhe jo të mira me kontratat e shitje blerëve të apartamenteve që kanë qenë deri vonë. Kështu që mandaj pak. Bankat janë të dominuar nga femrat. Ndërtimi janë të dominuar nga meshkujt. Investimi janë të dominuar
nga meshkujt, po janë prestanome të femrave. Në kuptimin që në familje vendimet i merr femra, pavarësisht se në pazar del burri që mos i bi rrybje. Burri paguan. Po në real estate. A Atëherë, është industri burrërore real estate? Shiko, në respekt të gjithë femrave në sistemi bankar që janë super femra, bankat mund të dominohen nga femrat, po vendimarrjet më të rëndësishme prapë mbeten te meshkujt. Që ta validojmë edhe pak këtë. Dhe pjesa e investimeve është e vërtet këtë, meshkujt paguajnë, por vendimet zakonisht, jo për herë. Zakonisht i marrin. Pjesën gjithmonë e më të madhe. Nuk do thoja, po zakonisht i marrin bashkë me bashortet e tyre. Të pjesa e real estate-it unë mendoj që gratë kanë një tjetër forcë, sepse në real estate, në ndërtim, secilën në këto 4 anë të tavolinës, ku jemi plot me burra alfa, dominus, me ego, sipërmarrës, që duan të gjithmonë ata që thon fjalë e parë të fundit, që vendosin ata çmimin, këste çdo gjë vendosin ata. Përplasja mes burrave është një përplasje kot, që di e gura, që rrit çmime, ka vetëm humbje. Kur në këto tavolina ka femra që din, se ka të femra që s'din ta mbajnë këtë vend. Që din ta mbajnë këtë vend. E ndihmon shumë jo vetëm pjesën e gruas, po ndihmon gjithë pjesën e tavolinës, sepse i zbutonet. E rivalizon pak më ndryshe pjesën maskuline. Ka tjetër sens. Tani kuptoj pse të ftoj kaq shpesh ty në për këto tryeza. Jo. Jo, zakonisht ato që më njohin e din që me mua nuk është mirë. Ti je në ato tryezë. Jo, se zakonisht. Okay. Zakonisht fitoj. Pikërisht pra. Por kush është paragjykimi më i madh që ke hasur? Si femër, po. Shiko, unë kam qenë target shumë i thjesht. Kam filluar karrierën në sistemin bankar shumë herët. Kam qenë 20 vjeç. Kam bërë karrierë herët. Kam qenë 24-25 vjeç kur kam marrë rolin, kur kam filluar të jem drejtuese. Dhe që aty s'kam dalur më. Kështu që kam pasur shumë paragjykime në sistemin bankar. Në ndërtim, paragjykimi më i madh është që s'do rri të sjas. 3 muaj, 6 muaj maksimum. Është ajo me buzë të kuqe. Është ajo që s'do dalit dot ndërtimit se ta delikate. Dhe nga natë dyre të nejtë 10-12 herë më shumë. Me thënë drejtën dhe i da për qefin tim se përqeu. Jo për inatin e atyre, por duhet të them që në thonjza. Qartë. Por me kalimin e kohës kam kuptuar që kjo pjesa paragjykimeve Më tregoj një histori ku tavolina ishte e mbushur me meshkuj, ti e vetmja femër, të gjithë të kishin nënvlerësuar, derisa erdhi momenti që ti hape gojen. Të thoja që këto tavolina ndodhin dhe sot. Sepse zakonisht me gjithë prezencën e fortë të femrave në secilin nga këto 4 role që ti përshkrove te tavolina katrore, zakonisht femrat kanë rolen e shoqërueses së butë, jo asaj që merr vendime. Më ka ndodhur shoqëruesja e parë e misterit. Më ka ndodhur shumë herë që të jetë kështu. Po unë jam mësuar me këtë gjë. Në real estate, ndërtuesit ja hapin më shpejt një agenti apo një femre telefonin, agente? Unë kam hapur një saj si meshkujt e jo ti, jo, po them ndërtuesit. Atëherë, nëse flasim për hapjen e telefonit, patjetër një femër ka precedencë. Nëse flasim për mbylljen e diellit, nuk do të thojë që gjithmonë ka precedencë. Sepse meshkujt, sidomos në Shqipëri, mbeten shumë të fortë njëri me tjetrin. Dinë bëjnë grup shumë shpejt. Me femrat është pak më vështirë. Negociatat femrat i bëjnë ndryshe nga burrat? Atëherë, organikisht po, ose biologjikisht po, ose duhet i bëjnë ndryshe, sepse secili nga palët vjen në tavolinë me pluset e minuse apo benefite dhe mangësi tashmë të definuara, por unë mendoj që është strategji që thashtu. Funksionon? Ke një pjesë? Cila? Strategjia. Duhet funksionoj. Nëse s'funksionon, do të thënë që se ke zgjedhur mirë. Por dhe strategjia shkon me eksperiencën, dhe strategjia shkon me fleksibilitetin. Për shembull, mua një nga gjërat më të rëndësishme që më ka mësuar pjesa e investimeve dhe pjesa e ndërmjetësimit është që
ti patjetër shkon për të fituar. Por do shkosh për të fituar duke patur parasysh që do t'i japësh një fitore dhe atyre që janë pjesë e tavolinës, nuk mund të fitosh vetëm ti. Kush i merr vendimet më të mira me që përmendën investimet, burrat apo gratë? Në shumicën e rasteve burrat, por gratë kur janë investitore janë Kur janë të danoce. rëndësishme. Janë të rëndësishme, marrin vendime shumë të rëndësishme. Woo!